Kam një zemër të brirë si xhami. Mjekët u shprehën qartë se sa e rrezikshme mund të jetë. Shpresoj të rezistoj. Sepse nesër do të luaj kundër Oliver Harton në skuadrën një tim. Ndeshja është më e rëndësishme se gjithçka për mua. Futbolli për mua është jeta ime. Të luaj është gjithçka që më intereson. Nuk mund t'i bëj keq zemrës time diçka e cila është pasioni im. Ky është Hot Dogu, një skuadër e fortë. I kaloi eliminatorët me 3 fitore dhe 1 humbje. Vëllezrit Jason dhe Jace Derrick janë 2 pika të kyçe. Bëjnë një futboll efikas dhe akrobatik. E pat, po si ja bën? Nuk kisha parë goditje të tillë. Megjithatë, unë mendoj se kjo skuadër nuk është asgjë përpara asaj që do të kemi përballë ne. Skuadra New Team. Oliver Harton dhe Tom Baker janë 2 pika të kyçe të tyre. Kanë një bashkëpunim të tillë sa që nuk mund t'i përballojë asnjë portier. Mund të kemi një rezultat pozitiv vetëm duke penguar bashkëpunimin midis tyre. Nuk duhet I lëm që të mund të kapin topin. Sipas meje, të gjitha skuadrat janë shumë të forta për të arritur në finale. Për ne do jetë e vështirë. E çfarë pastaj? Skuadra jo nuk është inferiore ndaj askujt. Sigurisht. Jam dakord me ju, megjithatë për të arritur në finale vetmja pengesë për ne është New Teami. Duhet të stërvitemi shumë për të qenë të përgatitur. Po, trajner! Trajner, më falni pak. Dëgjoni këtu, kam nevojë të shkëmbej 2 fjalë me ju. Ajo që dua t'ju them ka të bëjë me ndeshjen e së nesërmes me New Teamin. Më thuaj, Julian. Për mua është shumë e rëndësishme të luaj gjatë gjithë ndeshjes. Unë do doja që ju të më lini të fusht gjatë gjithë 90 minutave. Ju lutem. Por Julian, unë nuk... Ju lutem, unë duhet patjetër që të mund të paktën qoftë edhe një ndeshje të vetë me Oliver Harton, është shumë e rëndësishme. Më dëgjoj me kujdes. Mjekët thonë se mund të luash vetëm 10 minuta, asnjë minutë më shumë. Të rrezikosh është një sjellje e papërgjegjshme. Duhet të më besoni. Të mund Oliver Harton dhe skuadrën e tij brenda në fushë, vetëm mund të më zgjatet jeta. Do t'i bëj më keq zemrësime të riulur në stole dhe ta shoh atë. Por të lutem, arsyeto. Unë ndjej se do të bëj gol. Ma ndjen zemra, jam I sigurt. Dhe më në fund do t'i shënoj një fitore Mambos. Të lutem, mos rreziko.
Kur të kthehen do marrë një taksi. Ju mund të ktheheni në shtëpi, mos u shqetësoni. Faleminderit. Në rregull zonjë, mirupafshim. O, pa shiko, pas ka ardhur dhe ti këtu e dashur. Sigurisht, nuk mund të mungoja. Juliani më telefonoi në punë këtë mëngjes. Më tha se donte që unë të isha i pranishëm në këtë ndeshje. Të njëjtën gjë më tha edhe mua. Duhet jetë një ndeshje e rëndësishme për të. Kështu mendoj edhe unë, por ndryshe nuk do të na kishte kërkuar. Shpresoj që të mos doj të bëj ndonjë çmenduri. Duhet veproj në mënyrë të përgjegjshme dhe pa e tepruar. Ja dhe formacioni me të cilin do të zbresim në fush. Atëherë Bradley, Jam këtu. Grassi, Jam këtu. Mallory, Këtu. Opsi, Foysi, Këtu jam. Sanford, Tu zotri. Treki, Po. Nico, Tu. Clarkson, Në rregull. Marshall Po, këtu. dhe Julian Rossi. Këtu jam. Forca djema! Ura, do të fitojmë. Do ta kemi kapitenin 10 minutat e para të lojës. Do t'i mundim. Më dëgjoni këtu miq, unë do t'jem me ju në fush gjatë gjithë ndeshjes. Nuk mund t'ju lë vetëm kundër Oliver Harton dhe një tim. Përkundrazi, ju kërkoj të përpiqeni sa më shumë. Skuadra e tillë mund të mundet vetëm me një angazhim maksimal. Jemi gati. E po me që është kështu, ju siguroj se do të fitojmë patjetër djema. Do të fitojmë. Julian! Emi, të lutem mos u shqetëso për mua. Unë jam shumë i lumtur. Zemra ime tani nuk ka asnjë problem. Të luaj në këtë ndeshje vetëm mund të më zgjatet jeta dhe jo të më shkurtohet. Amare mira, shiko sa vajza të bukura pas ka sot në stadion. Forca Oli, jemi i miri, jemi me ty, forca! Sot do ta shohim se kush është më i forti. Ky takim është shumë i rëndësishëm, Julian. Do t'jap gjithë shka për të fituar. Fiton skuadra më e mirë. Është Juliani, po luan që në fillim. Forca Oli, jemi i miri, jemi me ty, Ja ku filloi ndeshja forca! mes New Timit dhe Mambos. Pika kryesore e formacionit të fundit është kapiteni Julian Rossi. I aftë ta ndryshoi rrjedhën e ndeshjes që në Forca djema, momentin kur të hiqen një të djathtë. Nëse është 10 minutë që fundit i ndeshjes. Mos u dorëzoni për asnjë moment. Jepi i djema, forca! Jepini! Dhe çan me shpejtësi maksimale kapiteni i Mambos me vendosmëri të madhe është duke kaluar mes fushën. Opsi kërkon topin, Rossi e sheh dhe pason tek ai. Mbrojtja e New Timit është në rrezik. Bradley, pasoje! Julian Rossi kërkon bashkëpunimin e shokëve dhe kërkon që ta afrojnë topin në portën kundërshtare. Nëse mendon se mund të më kalosh mua, gabohesh rënd. Bruzarte rembron me vendosmëri zonën e tij. Është një konkurrencë e paparë ndonjëherë, mjaft interesante. Topi i pasohet me Lorit, i cili me kokë shkakton rrezikun e parë për skuadrën e New Timit. Pritje e bukur Alan Crocker, je i madh! E marrë mira. Një lojë fantastike e Julian Rossit. Është një ditë e jashtëzakonshme. Është i zoti. Krijon vërtet një lojë plot fantazi dhe pa harxuar shumë energji. Që në aksionin e parë të lojës, prioriteti i Mambos është më se i dukshëm. Forca, nuk ka ndodhur asgjë. Filloni lojën. New Timi kundër përgjigjet këtij sulmi. Le të shohim nëse do të dinë të reagojnë. Tom Becker ecën me shpejtësi, por mbrojtja e Mambos është e vëmendshme dhe po i shkon përballë kapitenit të tij. ke pas shpinë, pasojë me një herë topin. Julian Rossi arrin Beckerin, të dy këngulin me një sër lëvizjesh. Becker përpiqet me çdo mënyrë, por Rossi arrin ta marrë topin. Rossi përparon me shpejtësi drejt mes fushës. Nico, shpejt, shko afër portës. Jepi! Dakord, jam me ty, po të ndjek. Ja ku po gjuan. Lojtari afrohet portës, ecën me shpejtësi drejt saj, afrohet gjuan dhe jo! Për pak e bëri gol. Çfarë po bëjnë kështu? Nëse vazhdojnë kështu nuk mund të fitojnë. Mamba po dominon ndeshjen. Temët e Mambos nuk kanë të lodhur, aksionet e tyre janë të sakta dhe të fuqishme. O e be, Juliani po luan shumë mirë. Është e vërtetë e dashur, ke të drejtë. Ai po kënaqet shumë. Le ta lëm të argëtohet sa të dojë, të paktën për një ditë vetëm, edhe pse është me rrezik.
Booker ja pason topin shokëve të tij. Do të bënin mirë të fillonin të luanin. Çdo aksion i një timit përfundon pa filluar mirë. Janë të parashikueshëm, nuk ka larmi aksionesh. Giuliani është vërtet më i forti sot, nuk mund të bëhet asgjë. Një tim është në telash sot, nëse nuk fillon të reagojë. Edhe këtë herë aksioni i sulmi duhet të mbyllet patjetër me një gol. Mambo është e vendosur ta fus topin në rrjet. Harton vjen me shpejtësi pas shpinës së Rosit. Harton e ndjek Rosin, do që të marrë topin. Një dy luftim plot kurajo e vendosmëri. Të lutem, duhet ta mbrosh Giulianin, të lutem. Një aksion i papar mbrojtje i Oliver Hartons, për pavarësisht sforcimeve të tjera i Bukarin të mbroj as edhe 1 metër. Julian është shumë i vendosur. Kisha shumë kohë që po e prisja këtë moment, Oli. Asnjëri prej tyre nuk përparon as edhe 1 centimetër. Jo, diçka po ndodh. Rossi e humbet topin. Çfarë po të ndodh? Julian! Jo tani! Jo tani! Giulian, jo! Asnjëri prej tyre nuk përparon as edhe 1 centimetër. Jo, diçka po ndodh. Rossi e humbet topin. Çfarë po të ndodh? Julian! Jo tani! Jo tani! Giulian, jo! Julian, ndihesh mirë? Ndërhyn Tom Bekeri, e merr topin përsëri një timi. Forca Oli, të nisim aksionin, me njëherë në kundërsul. Erdha! Jo, mos u dorëzo tani. Ndeshja sa po ka filluar, rezisto. Nuk po shoh mirë. Po fillon të më errësohet gjithçka. Epe, është e thjesht. Nëse e provon ditë rezistosh. Mbrojtja e bllokon aksionin e Bekerit në limitin e hapësirës. Jep Oli! Bekeri ja pason Oliver Harton. Dhe Harton e gjuan drejt portës. Por portieri e pret pa pasur ndonjë Nuk po vështirësi. arrit ta besoj. Ishte një rast i pastër dhe ata e quan dëm. Po sot çfarë ka Oli? Pse e kapi me Agvones topin që i pasoi Tom? Shumë mirë, bra. Fillojmë përsëri. Gjuan portieri Bambos. Një top i gjatë drejt Julian Rossit. Julian e kap dhe vazhdon rrugën e tij drejt portës kundërshtare. Këtë herë do të bëj gol patjetër. Rossi çan mbrojtjen e një timit dhe është i shpejtë si era. Nuk do të mundem nga një zemër prej xhami. Mos i lini të kaloj djema! Bëni fort! Përballet në mbrojtje me Bob Demberin, temin e një timit. Nëse mendo se do të kalosh, me të vërtet që gabosh rënd! E kalon poshtë. Julian Rossi arriti ta kaloj dhe Demberin. Duhet ta fitoj këtë ndeshje me çdo kusht. Mos të gënjej mendja, Oli. O, zoti madh, përse po lodhet kaq shumë, nuk po pushon asnjë moment. Është jashtëzakonisht i vendosur, nuk le të shpëtoj as dhe një top. Po më le përshtypje sikur të ishte duke luajtur ndeshjen e tij të fundit. Oh, kam shumë frikë. Nuk mund të luaj kështu. Zemra e tij mund mos e duroj dot gjithë këtë mundim. Çfarë fugjie? Rossi nuk e di se çfarë është lodhja sot. Nuk po arrit ta besoj, po e provon përsëri. Ndalojeni, ndalojeni! Mbrojtja e një timit duket e vendosur. Ej, afrohuni, forca! Nuk ju kam frikë fare! Afrohu se ta tërgoj unë ty tani! Është kundër Harton, Ross Taylor. Çfarë teknike që ka Juliani dhe Taylorin e kaloi. Ka një stil të pabesueshëm. Përballet me pengesat e Taylor.
Taylor, i cili me sa duket dështoi pasi Rossi e ka ende topin. Sot është më i miri në fush. Duhet të përballet me Cruzello dhe Samperin, por nuk ja del asnjëri prej tyre. Rossi arrin t'i kalojë dhe ata të dy. Çfarë? Rossi ngrihet në ajër dhe gjuan me një fuqi të jashtëzakonshme dhe shënon gol. Julian! Goli pa parë birë të lumt, je një kampion i vërtet. Ura, shënuar! Kapiteni Ross nga gjurmën e tij, një nga ndeshjet Julian, u tregove i madh. Rezultati ndryshoi që në 15 minutat e para, Mambo 1 dhe New Timi 0. Oh, si na e punoi, ishte më i shpejt se era. Na kaloi me një hedhje të jashtëzakonshme. Po si ja bëri? Julian është një lojtar i madh, por askush nuk mund të bëjë gjithçka vetëm. Qoftë ai dhe më i miri. Futbolli luhet me 11 veta. Është skuadër ajo që bën lojën dhe që shënon fitoren në fund djema. Skuadra! Dhe New Team është skuadra më e fortë. Dhe tani, le të ndryshojmë rezultatin. New Timi rinisa aksionin, e vendosur për të marrë në dorë drejtimin e lojës. Mos u lodhni kot, nuk do arrini të shkoni as deri në mesfush. Mbrojtja e Mambos posë në pozicionin e saj. Kape Tom! E kapa! Norton, Sanford, blokoni Oliver Harton, mos janë dani syt. Skema e lojës së tyre është pasimi i topit final për tek ai. Nuk duhet ta lejoni këtë. Bllokojeni. Nuk duhet të ketë asnjë hapësirë për të luajtur. Presioni i Mambos nuk ngadalsohet. Rossi mblodhi lojtarët e tij dhe bllokoi sulmin e New Timit. Ta marrë mira, nuk po ja pasoj dot topin Olit. Duhet të arrit lëviz. Mbrojtja është e organizuar mirë. Do të jetë shumë e vështirë ta kaloj. Dakord, të provoj të çaj mesin e dy lojtarëve qendror. Forca Tom, nisu! Kujdes, po ja provoj portës! Po hyn në zonë shpejt. Hey Tom, më shikoj jam këtu. Mirë, të pash Oli, largohu dhe pak. Jepi! Një pasim i mrekullueshëm. Faleminderit Tom. Tom Becker arrin t'ia pasoj Oliver Harton. Gjithçka ishte e kot, ndërhyn Rossi dhe aksioni merr fund. E kishte parashikuar pasimin tim. Mambo e merr përsëri në dorë situatën. Po, një pasim perfekt. Pasimi i Rossit në mes fush. Mambo nis përsëri sulmin. New Timi nuk dorëzohet kur, duhet ta dini këtë gjë. Diamond godet me kokë dhe e kalon në këmbët e Jack Morris, i cili haset me një penges. Mere, është për ty! Kaloi Teddy Carterin. Shumë mirë, duam të na vënë në provë. Ja tregojmë ne se çfarë dim të bëjmë. Duhet pranoj se të dyja skuadrat janë të barabarta nga teknika, po bëjnë të dyja një spektakël të jashtëzakonshëm. Unë të lutem o Zot, të lutem që Julian jon ta përballojnë ndeshjen pa asnjë lloj problemi. Bllokojeni. Nuk duhet të ketë asnjë hapësirë për të luajtur. Nëse Elini të afrohet me siguri do të bëj gol. Tet, nga kjo anë! Kape, është për ty! E marrë mira, Oli ka 3 veta për rreth. Si t'ja bëj për t'ja pasuar? Për ty, Johnny, kape! Pason tek Mezo. Kështu përçan dhe murin e mbrojtësave. Vrapon Oli për në të djathtë të portës së Mambos. Mbrojtësat nuk e lën Olin vetëm për asnjë moment. Topi është shumë i lartë. Është shumë i lartë. Do të jetë shumë e vështirë ta kap përpara mbrojtësave. Jepi Oli, më në fund ke një mundësi të shkëlqyer, nuk mund ta çosh dëm. Roberto ka të drejtë. Është një mundësi e shkëlqyer dhe unë nuk do ta çoj dëm. Dhe bën një rafishat duke tentuar të shënoj. Dhe shënon gol e jashtëzakonshme. Portieri asnjë mori mundimin të lëvizte. Të lumt Oli, shumë mirë, kështu luhet futboll djal. Tani skuadrat janë në rezultatin 1-1. Gol! Gol! Të lumt Oli, jemi më i miri, jemi me ty. Të lumt Oli, u tregove i madh. Duhet luftojmë më shumë tani. Sa shumë e admiroj Olin. Një sportist i ndershëm dhe i shkafët. Është madhështor. T'ja kalosh aty jo vetëm që është e vështirë, por është pothuajse e pamundur. Duhet të vazhdoj të luaj. Sa shumë më pëlqen ky sport. Oliver Harton është një lojtar i shkëlqyer, një kundërshtar i ndershëm dhe i shkafët, i dej për djalin ton. Sigurisht, ke të drejtë. Në këtë moment, arbitri lajmëron për mbarimin e pjesës së parë. Dhe lojtarët afrohen pranë stolave të tyre. Atëherë më thuaj si ndihesh Julian? Mirë, trajner.
Unë sigurisht që mund të luaj edhe gjatë pjesës së dytë. Fshije djersën. Po, faleminderit. Shpresoj që çdo gjë të shkoj mirë, Julian. Oliver, të kërkoj ndjes. Unë quhem Emi, jam një asistente vullnetare. Bashkëpunoj me trajnerin e skuadrës së Mambos. Çfarë ke Emi, më thuaj? Çfarë? Është i sëmur nga zemra? Po flet seriozisht? Po, doktori ka thënë se nuk duhet të luaj më futboll. Juliani po rrezikon shumë dhe ai e di shumë mirë këtë gjë. Po atëherë pse? Mund të ri në fush vetëm 10 minuta. Po ta kaloj këtë limit, rreziku për të është i paparashikueshëm. Në këtë pikë mund të ndodhë çdo gjë. Unë nuk e dija, të betohem. Të vetmi që e dim të vërtetën, veç teje, jam unë dhe trajneri. Oli, të lutem, lëre të fitoj, sepse kjo mund të jetë ndeshja e tij e fundit që luan. Jo! Të lutem, ti duhet ta lësh të fitoj. Futbolli është jeta e tij dhe ti mund ta kuptosh më mirë se kushdo këtë. Çfarë? Të përgjërohem, përpiqu të më kuptosh. Por ta lër të fitoj, unë nuk... Si t'ja bëj? Në rregull, është i sëmur, por ama unë... Si ka mundësi gjithë kjo? Julian luan me një energji që është për t'u admiruar. Të përgjërohem, përpiqu të më kuptosh. Nuk mund ta besoj. Është i sëmur nga zemra.